para luftës kemi pas veprimtarinë e zhvilluar të bujqësisë, si ka qenë vreshtaria mas shumti, se tokat tona janë mas shumti të përshtatshme për vreshta ose për pemë, kurse perimkultura është e zhvilluar shumë pak. Për shkak të asaj se fshati jonë i ka një tokë të cilën ujërat nëntoksor nuk gjenden afër sipërfaqes, gjenden thellë. Domethënë gjatë sezonit veror kërkohet për kultivimin e perimeve kërkohet domethënë ujitje më shumë, kështu që nuk ka ujitje sa duhet, sistem të ujitjes të rregullt nuk ka, po vetëm këtu domethënë është kultivu hardhia e rrushit me sasi shumë të mëdha. Dhe njihet si vendi i hardhisë kjo pjesa jonë, po për shkak të asaj se tashti lufta, njerëzit janë largu, nuk janë kësaj pari, domethënë janë dalë mërgim. Tokat kanë mbet gati thuhet derrin, shumë pak. Një sasi shumë e vogël domethënë është me ardhit rrush. Për momentin më me thonë dikun tashti janë as 10 hektar komplet. E tash tokat e Bellanicës më shumë për çka njihet që kultivohen? Që kultivohet në këto toka? Po për momentin kanë filluar domethënë disa plantacione me pemë, siç e kemi një këtu në mes të fshatit, ka dikun ja 3 hektar me pemë të mollës, ka disa produs dardhës, po ka edhe vreshta, ama vreshtat për shkak të mungesës njerëzve që nuk janë këtu, tashti domethënë kanë mbet pjesa e hardhisë së rrushit e pa zhvilluar. Edhe me thonë drejtën më herët nuk ka pas lavërdi, se shpenzimet janë kohë shumë të mëdha, domethënë për me mirëmbajt një plantacion me vreshta për 1 hektar janë shpenzimet mëdha, si spërkatje, mirëmbajtja e lavrimit thellë, domethënë mirëmbajtja e lavrimit e këto, po nuk kanë mujë domethënë tash mi përballu këtyne, se kanë qenë çmimet e prodhimeve jashtëzakonisht tolta, kështu që tashti kanë hyp çmimet, po për momentin tash edhe njerëz nuk jem, se edhe në vetë si prodhues, këtë biznes e kam vetëm si biznes familjar. Prej një çereku shekulli, ai është i pranishëm në këtë sektor, duke ndjekur nga afër ndryshimet në teknologji, kërkesat e tregut dhe sfidat klimatike. Po kemi filluar edhe me një pjesë të lulav, që i prodhojmë edhe fidonet lulav, po kemi filluar me një minister shumë të vogël, që është në fillim. Edhe ka qenë jashtëzakonisht e vështirë, domethënë fillimi, sidomos në çdo biznes është fillimi i vështirë, po në bujqësi është hala më i vështirë, se mas pari duhet mi pas mjetet për me investu, e atëherë rendimenti vjen gradualisht, domethënë mundet me orë mas 4 muajve, 5 muajve.